أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum shikues të nderuar. Ja ku po takojmë me emisionin Biseda e Ramazanit. Subhanallahu, duke menduar këtë temë, po them sa shpejt shkoi ky muaj. 20 ditë shkuan. Kështu edhe jeta po na shkon. Do dalim para Allahut subhanahu wa taala, nata Kadrit është natë madhështore. Allahu subhanahu wa taala ka potencuar në suratul Kadr që Allahu azza wa jall e ka zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Nata Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Kushdo që e kalon këtë natë me ibadet, me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall ja fal mëkatet e kaluara. Dola t'ju tregoj lajmin për natën e Kadrit dhe më hupla. Lutja e ndron kaderin Allahut azza wa jall. Sepse nuk e dim o vllazni, vallahi nuk e dim vitin tjetër do të jemi gjallë. Kemi plot shembuj që vjet apo par vjet kanë qenë me neve dhe sot nuk janë.